Qka? Ftofta? Jo, ftoft, po... Unta? Unë dhe unë kom marrë përforcime të forta. Po shihet, po shihet. Po tash s'ka këtë. A këpo kërtojnë kur ki jarona, kur ki shoqni, kur ki shok, kur ki koleg. Edhe mishin për shoh. Sidomos jaranat kuzhinës. Po. Kushtrim mirë se ke ardhur. Nëse e gjeta. Kushtrim mirë. Faleminderit. A ma mirë me dhënë rrah mirë se ke ardhur. Çush doni, unë i kam shumë emra, domethënë, po një e kam personal. Aktorët kanë shumë personazhe. Mirë, po që kjo diçka ju dy bashkë. Roha në kam për zamër. A mu jërë, Ka dale, mirë është pak ftoft, është pak ngrit, është pak borë, pak ashtu, pak ashtu, po mirë. Mirë. Mirë, apet. Kështu që... Dashnia e madhe për kuzhinën. Po shihet edhe të kjo pak ma shumë. Jo be, qëllë unë e këmë thonë gjithmonë, unë nuk ha shumë. Po hanë shishëm, a? Je dhe shishëm, po dhe po trashën nuk i dita është pse. Zakonisht unë e veç ha perime, ha sene që janë pak ma healthy, edhe ki vini trupit si pesh. Unë e këmë thonë një ma shumë si 80 kg. Me rëndësi është ndjenja. Me rëndësi është ndjenja. Mu po më thonë i ki një lidhje. diçka, ta s'pedi sa. Unë edhe te e kem byqymin e njëjtë që thonë popull, unë e fry me marë trashna. Unë e uj. Pa, ujnë mos t'flas, ama veç fry me marë me ajre, me oksigen. Qa me vënd? Fantazi. Dra që me të folë për kushtrimin e kam... Kushtrimi folë vetë, mos Ka falet. herë, edhe kolegë, tash që 3 vjetë veç jem në Osamir. Po na përcjell ky projekt që 3 vjetë më Po. veç. Ja dim Rrë zotit që të ketë sukses dhe ma shumë. Po përse që po, nëse vazhdojnë këtë trendi që është ka shkon shumë super, tash të shohim. Qysh e ka kuzhina? Ka kuzhina mirë, sidomos në atë pjesën ku hatë, jenë fenomenal. Do me thonë edhe ti si mirë shumë, si shumica. Ka pregaditja në kuzhinë? A i asje? Tash të kom pas fatin, a me pas njerëz në shpesë gjithmonë, kur kom shku e kom gjetë gati. Po ka pas raste në gjatë studimeve ose diçka, kur kom pas nëjë periudhë që kom jetu vetë u dashta bedin me undreqe dhe ka pak ka kuzhina. Mirë po për neve njerëz që i kiem mbi peshë është një sen shumë interesant, sepse e kem, sidomos ata që e ka një përpjekje ta jetën për me u dopsu. Nisin me njoftë kuzhinën shumë mira, bedin. A je në qësi përpjekje? Po. Gjithmona? Ta jetën të përcija. Unë e po të lakmoj, ti ka pak fitness, jo me biciklet, jo... I ki do aktivitetet tua. Tash kallzoj. A unë e hesh. Hec rata. Unë të kom rekomandu, të kom kallzu, të kom thonë për ti s'po më ngonë. Aty ku pun për krah, është veç kuzhina, për me hangër, kështu që s'po di qa me bo. Ideja u konë që unë 2015 e kom pas një vit me këgja shumë ndryshime, apo disa i përket peshës, edhe kur ella dikun ka fundi verës, se ma mirë me thonë shtator, veç eskaloj situata komplet, apo dhe një njësa mos me mujtë më marë frymë, mos me mujtë më gjitë në katë dytë të shpia me flajt jo rahat, edhe e pas që kështu ma nuk është ka shkon. Se unë e kam një kufi, atëherë kur janë njësë me mdalë barki i dytë. Barki i dytë më delë qëtu. Qëto kur e shoha dhe... A këshyri në këshyri? Pas ka dojnë borë për dy bëlla. E unë që ata kom kufi edhe kur e pas që më ka dalë, thash u bo bolë. Edhe njësa me këshyri diqka. Ja kom njësë dikun ka vëdhëtori mi pas dhe përpjekje me ikë do ushqimeve. Në janar mas vitit 3, 2016 kom fillu. Intenzivisht më ka përcjell gjatë tanë vitit edhe tash në mas një vitit do me thonë jem dikun mas t'ja jap shumë veç dikun 27 kg minus. Wow! Që për më bënë të lumë. Apo merë mësem të shoku, merë mësem. I ka pas disa përpjekje, por edhe kjo po... Unë jo qëre, kur rake dikun... kuptohemi drejt, unë... Jo që s'dim po s'dënë, a? Po e vërtetër. Kështu që unë ku t'i përqit nga këzëm mirë, di edhe me ka 40. Ka 40 kila i tutorej. Kum pas roste për 5 muj, 30 ku me. Që nuk do me thonë. Edhe kjo, se tash na që bojmë përpjekje për me hu pesh, janë nisën më me studiu, do me thonë janë aty tash të mos bona, unë filozofi kësaj pune, instruktori fitnessit, po jo një 2 lloje të humbjes në pesh. Ajo kur e humb ujë në muskuj edhe kur e djeg dhjamin, që tu ka akumulu. Kjo me hup shumë shpejt është të rrezikshme se e hup ujin, e shtjerë. Kom pas rast me pa një instruktor të fitnessit anglez, i cili i humbi dikun 8 kg për gjatë 2 motor.
Tha, kjo është me hup ujë. Edhe shini tha momentin që fillon veç me pi ujë, ti e kthen peshën dhe të vinë muskujt apet në vend. Po nuk do të thotë që ke djeg djallë. Kështu që është e mira ajo e dyta dhe më e shnetshme me djeg djallë. A përshet sa ka thëj ketë. Bëllë mirë, kështu që shumë informata. Qa dënë me na pregadit? Sot nga ka shku dita krejt me pull, okej. Juve ju ka shku dita, mu më ka shku viti. Me pull? Po, kështu që dashta me abo ato që une më ka përcjellë që një vit. Edhe për arsye tjera që nuk është diçka shumë e shtrajt, mund është avedi me shumë pak pare me përgadit. Me pregadit, po. Donë, sepse... Ne edhe kem qëllim koncept emisionit që do që bojmë këtu njerëz në përshpia me pregadit, me gjithë produktet letë edhe... Jënë diçka që gjinët, nuk është diçka e kushtueshme, na fatkeqësisht ashtë po thëmë, na si popull jem pak të vonën mas shijes, Po. Jo mas vlerave ushqimore reale që nashta me kohë nëse i përdor, ju vjen shija. Po na jemi përqëndru ma shumë brom edhe këto. Jemi mësu, se në fakt ato kanë shije për fillimit, nuk ju vjen shija ndërkohë. Po na jemi mësu me një ushqim caktuar, edhe nuk mujmë ju ik piteve, nuk mujmë ju ik... Unë po them, nuk mujmë ju ik piteve, nuk mujmë ju ik flijeve. Po tash kesh të folë si homo sapienca që jemi, si qeni adoptuse, apo kupton, na jemi mësu me brum, na me pas shije, na i dën flijen, na i dën pitën, se jënë të shishme. Me na për çfarë shije ka flija, brum, uj, kryp. Po realisht kër e këshyrë në bazë është shumë e dëmshme, se është njëra në brum, njëra në ndyrë, njëra në brum, njëra në ndyrë, edhe përfundon, edhe e zanë vetëm dikun të e këshyrë tavanit se të zanë i njëra. Shtypja që to. Po tash mu përqëndru jënë gjana që na i gjejmë bashkë, i gjejmë shqitore, me qmjumet ma të lira, po jënë të shnetshme. Edhe nuk akumulojnë djallë që në e ke kalu ton vitin me pula, po në ditë. A njekësha, qysh? Po thëmë... Bananën, nuk mëj me pa me sy, pe kërë djetë, pa të hongër ka gjë shumë. Nuk ta shonë me sy, ma. Po të kalzoj drejt. Une, prej me është e habitshme, se me hongër ta në vitin të njëjtë, në thujse të njëjtin ushqim. Edhe pse i ndrojnë në format të tjera, i gotu ndryshe, mirë po ushqim bazë është mishi i pulës. Proteinave, i tretë shumë ma letë, ma i letë me konsumu se llojet e tjera të mishave. Po ideja është nuk mu ka gërdit. Po. Edhe hala kom shije me hangër edhe muj me hangër. Kështu që nëse kom mujt me bone, po besoj mundet me bo gjithë se cili. Se është shumë i shnetshëm. Me mujt me i krejt komplet mishit i shkon hala ma mirë, po... Mirë shumë se unë kom pregadit diçka shnetshëm të këshyrëm që... Dërot, që me vërë këtë? Me ndërkohë. Okej. Diçka shnetshëm, diçka për ty nashta po janë spi që të vetë. Nuk e di, se ka dhe dole. Kushte ma janisëm? Po, janisëm, po, nuk është diçka e komplikume, këto filet e pulës. është mirë për me u pjek. Po, ka marrë për veti. Ta është të kupton se dikush me vetë për shembull lavdis për sa persona është që kjo, ta është shumë relativa, vedin. Varet dikujt si del. Dikush ka suranas një copë. Unë preferoj me i prej për gjysmë, kështu holl, me i bë më të holla që me mujt me i pështjellë, se është një lloj rollate që po du me basën. Okej. Edhe është ma lehtë. Ma shumë kisha preferu një... Që shpetë që unë këto? Tengjere? Tengjere, fërtere... Fërtere, po. Fillimisht me i zi pak, për shkak se unë ato vlerat ushqyse, po. Bënë përgjys me mush me uj. Atë krymë mësë shumë e vukëll qëka, se pas ke shumë ish? Jo, se nuk i qeske, sot po munohë me konë pak në... Ma healthy, a? Ma healthy edhe me u paraqit pak, ma francez. Qyshke e në trekot difisi, a? Edhe këtu është një farë franceze kur të hinë pak kuzhinën. Për qefi tem... tem... Unë e kuzhinën, për qefi tem edhe të fisit... Te pisnik qijet. Me kalu e pak makalla i shkon një 2 gajbe me mandarina. Ose një salat prej mandarinave. Qka me bu me mandarinë? Veç mi hongër, i qëron edhe i harë, kur gjë tjetër. Edhe kalon vitin a qysh? Po e kalon edhe ditën me kalon ashta deri në drejkë. Nëse hanë mëngjes edhe deri në drejkë e kalon 2 qysh. Allah i fandirë shumë. Okej, për marrë edhe një copë. Këtu veç ku kanë të prej me të bo me hazër. Qe? Super. Në prit pak, durim. Po. E masi... Okej, nuk po bëj ma shumë, po shkoj me 3 copa. Unë po bëj me bolla. Qa po bënd te? Po bëj diqka, edhe unë diqka. Qka shumë? Diqka shnet. Do mulla po do mi marë? Po bluj mulla, po bluj s'ka. Me mgu mu e. A do me prit?
E bën pite. Kon pite me molla? Pite me molla. Okej. Nuk është i shumë, do më thonë 3 copa. To duhet më vlu. Po duhet zakonisht me vlu. Do me thonë po bën veç për fisin, a vjen shumë. Po tash fisi duhet më ashtu në ai copë, po tash mos i pas ka dhënë, di çu she bojna. Kushtrim? Okej, po pak kryp, është mirë me uçit. Kryp. Po. Ajo. Çaj është kuçja. Se injektohet pak më shumë. Mas ne normal është kjo mbas shijes, dikush e don krypën më shumë, dikush jo. Po, normal. E bojnë që ashtu. Mirë, tash duhet me përgatit një diçka mos me i thonë salë, se nuk është ashtu në atë kuptim, po... A do diçka ma të thejë? Deshte me përzim do këtë ata? Po, jo, nuk ka problem, nuk na vynë shumë. Unë e këta kur i pështjeli, zakonisht i qesë jashtë, është gjizë. Po, gjizë. Shumë thjesht, edhe pak... Edhe spanaç. Spanaç, të cilin e përzi, ja qesë, pak qumsht, kisha pas në vojnës. Qumsht? Po, që? Për me të hollu pak gjizën, po ka shumë e thashë. Deri sa fisi e bjen qumshtin... Pra, kushtrim të veç masi i pas ke hi dietës, kështu ko ke që 1 vjet u marrë. A tha 1 vjet? A më shumë? Po, 1 vjet, po. Tash 1 vjet. Qysh i ka smoothit, ka... Ka? Smoothie, a din që është smoothie? Jo. Se din, a, në që qëta është kalëzaj. Pra mirë, se s'peti që, zakonisht, këta që po ju hin dietave, pibojnë qëto farë smoothit. Durat, nuk kom qumsh që tu. Nuk ki qumsh? Ska dhe, bon edhe uje. A do në... Bon edhe uje. Vesh për shku me ble? Jo, bon edhe uje, ska dhe. Hajde, okej. Qo se mund është me zavend për mirë, qo se jo më për shku me ta. Pa pik problemi. Një shumë. Qa ke ajo që the? Smoothie, ha? Smoothie. Po? Unë si fjallë ta kom një, po kërë shumë provu diçka. Ne që tash do ta provosh. Për ndryshe, smoothie, nuk di me për këtë shqip, lang i trosh ose zavendësimi mëngjezit. Aha, okej. Në shumë micën në rasteve përdoren arrat ose bademat për shkak të vetive të mira që i kanë. Po unë sot po përdori fara të lirit. A ishën farave të lirit flaxseed, a është flaxseed me këtë? Fara të lirit, po. Farat të lirit janë shumë të mira për tretje. Për tretje, për kolesterol. Por ma të mirat janë për tretje, unë që ta e di. Qëto farat? Qato farat vetë. A, po mirë. Qëto kemi molla. A do një lumë kushtrim? Jo, bëna me pyro. Por molla, kam nevoj me u full sa të shëndetshme jena, jo? Jo, molla s'ki nevoj, për që të marrë pak dhe. Smoothie zakonisht po përdoren për mëngjeze ose për naj mesdit, kështu midis shujtave të kryesore. Po është... Kryesisht përmbajnë fruta, perime, ndryshme, po zakonisht përshtohen edhe qështu fara, ose ara, ose lajthia, to që kanë veti taman ushqyse edhe yndyrëra të shëndosha. Shëndosha. Ka me qujtë kështu. Pa tjetër. Unë e nisi ditën me frut. Po. Edhe e nisi me një gjysë grapefrutin, më nxesë, si që nga, pa përdorë kur gjë, ata e kam. Që i thonë të në tesëlla? Në tesëll. Po, a? Me një gjysë grapefruti është shumë i mirë për me djekë ndyrë. Edhe qysh pe konsumën që ashtu? Pe në gjynë sheqer? Jo, sheqeri nuk e përdori asë në qaj, asë në kafe. Jo, po bëja gore ca, jo shumë e tërë, për që ta përthom. është pak si, nësën, po përse e kam provu ketë, po pak si shvep stonik më dohët. Viter limon. Viter limon. E qatë shije e ka, mu më pëlqen. Dhe më thonë, në gjdo mëngjes zakonisht ata e konsumojnë, prej gjumit, mas nej naj frut, naj diçka. Po. Edhe vazhdojnë, ta na për me mrej deri të dreka. Rot, dhe spanaci të të qita? Po, dhe spanaci për që, se... Mor, për vetit e spanaci që të nga fletë kjo eksperti këto. Spanaci. Spanaci flitet që ka hekur shumë si pas gojlonave, si pas legendës. Okej, ta pastroj që to, a i kam pastrume që to? Krejt janë pastrume. Sepse kësaj do t'ja shushroj edhe pak garnitur që mu më pëlqen shumë është... Perime, a? Perime të fërgume. Qa do? Po, kem spec, ku që për i marë prej keta dhe ka pak. Kungulesh? Kungulesh, po e mirë shumë. Purdha? Purdha, edhe kep të kuqi, për shkak të erës. Shumë faleminderit, fis. Isha tjetër?
Ki edhe karot që se danë? Po e bojmë edhe një karot, mas nej, që i pas në afer qëtu. Po shkojmë dhe që ki. A duhet në qëfë se mund është pes? Lug? I lug, Po që. Unë e qatë që dasht, nështë është një... A mjefton, a do në madhe Po, mirë është. A vide. Qa pëtën? A do një enë diçka që i qitë krejt? Po, një enë me i qitë krejt, sepse duhet me janë sepse karotat jënë diçka që zijet ma ka dalje edhe do në ma shumë kohë. Që tu, mos me qitë krejt të rimet. Kështu që duhet me janë prej saj. Okej. Edhe një fërtere për të e. Po. E tash, ti ma herët kushtrim të që nana... A të nana? Po, nana. A i ka marrë këto informatat e tua, që shpo pregatit tash në kuzhinë? I ka pak në mënyrë detyrume, po. A po, a? Po, pak në mënyrë detyrume. A po mundet me ikë brumeve e ty në sana qira, jo? Valla është shumë problem. Unë tash me full drejta, vi sinqerisht mas piteve, veç me ditë që jo në shpiti, ku unë ku me lutë me halakat me gjithë ku është e kus është. Po, qa ku mba diçka është ku marë kësi milë të misrit, milë të kalamoj që i thujmë na. Po? E ka shien thujset të njëjtë, edhe është shumë e shnetshme, sepse tretet shumë shpejt. Edhe e hek mallin e pitës me njëherë njaftë, du me thonë mundësisht me mujtë me largu këtë millin e grunit, millin e bardhë, se kur po kombinohet sidomos me vaj, po është shumë i ranë. Unë po qes një lugë, që ka hajmë. Një. Para të lirit. Okej. E qëto, tash peshtoj me ujë. Qasaj pishton ujë? Qësoj peshtoj ujë. Qësoj i thëjnë smoothie, dhe me thënë, a? Tash e she. Hajde. Qështu diçka. Kushtrim? Mirë. Me karrierë, plane, diçka, cilat? Karriera, mirë është, na kemi një të mirë që Bukur shumë. interesant. Të shohim. Shohim si tash. Okej, pak vaj. A ty boj pak zhurë? Po. Po, direkt. Se ky Nutrifesti na bën pak zhurë. Se s'panoqin, s'po të vrejnë të tjerat? Ja, s'panoqin gjyren e fort. A ma edhe mua kja e fort. gjelbërt, do me thonë... Po, mire ki, muta. Bukur shumë. Na shkojme në rend, sidomos me karrota, se... Kanë nevojë pak ma shumë. Po ju vinë kohë ma tepër se këtu një tjerave. A do një lugë? Ja, mire bëjë dhe. Bukur fort. Falemderit. Qa fja një shërani në kuzhinës ti. Ko e more këto? Që? Që shtu ke? A po? Okej, kjepa nuk na vynë mo. A ma të që të ti? Që të ratë, që? Që është të ratë? Po, pra. Okej, që tu? Opa. Le, veç pak hap. Po. Veç pak hap, le. A do në me ta ndarë pak zjarën? Po, ban. Okej. Që ata është të me marrë edhe pak spec që tu? Po, që? Sa në dush. To, për dekor, ha? Andro? Që stavënon, qësh... Po, E ki synin e ki. E kam synin, Ewa. Na nuk jem dhonëm, po me në kështu tradicionali shumë mas dekoreve. Me gjithse... Qam pesh? Qam pesh? Tash na duhet me marrë diçka që dikujna i ka ra mirë. A atyne që ju ka ra mirë është për shembull francest. E francest, kur njetën e tyne nuk e kam pru punën me i thonë vetit barkmall. Po, e Se su në sheh. Francez dhe barkmall, rallë. Veç Gérard Depardieu. Po mira, kur ka kalu në Amerikë? Edhe italiant, edhe pse italiant. Edhe italiant. Po më prapë s'muj me i kuptu. Bona shërë pak. Qa bona shërë? Po që shështu? I për lyta atë botën. Tu mundu një bërë si vara, za? A për lërgoj krejt që t'ka pak, una? Kushtrim? Po, bon, së është dërtë. A po dorë që jasitës?
Qia, para qia, a që zhivjen. Ja, se di. Ja, se po helmohem në isë. Jo, s'ki nevoj si që më su helmohem, se jonë shumë të mira, jonë shumë të shëndechme. Kofshin me ju, më rama, ja. Ja, ani që tash. Okej. Po e si lanko ka? Po lankë të unë e tash. Po, a? Veç është pak ma i trash se langjët të tjera. A përshë? Një pajisje e thjesht si Nutrifast. Na krym punë. Qërë, O, aluja. Veç tash edhe në mujtë mi u pëlqy juve se s'ka e përshkrimi me herët. Që s'na pëlqeni që jesëm sheqer? Do flia, do. Se qëto regjia mas pari mi fokusu. Është interesant kjo dashnia për ushqim fillon qysh herët. Po. Unë si thmi, si i vogël, kur ju në konë, kom pas marak nga për darsme. Darsme përpara që bëj shumë nga për shpia, kështu. Tërëshin do kuzhinjera me më, unë kom pas marak me najtë të kuzhinjerë. Tash s'po mblonë se nga për restoranta. Po, tash direkt në najtë më s'na përzik, njena. Po. Në qofë se veç doni me prish pak. Në ka një kësi... Me diçka. Bukur për do këtë shumë. Faleminderit. Veç edhe me mujtë një Mishtë të ha mollën. Haj mollën. Mollën a do të mja heka, do të mja bon si lap jam, kështu të bon të sy një ple. Gëzuar. Gëzuar me gjelbër, ta? Gëzuar. Hajde. Ja, shumë e mirë. Po dominon molla. Normal që dominon molla, se esenca është me mbulu shien e spanaqit që është i pa pregaditur, i pa zier. Se në qofë se qatë shumë spanaq më ndej... E kjo është një mënyrë shumë e mirë për një mshef këto farë farat, këto farë elementet që na si na mësu. Me gjithë këto farat e lirit shpesh i marrë kështu, po. A i hanë... Në fakt që është, pak urgjë, në fakt. Mirë shumë. Kanë shumë veti shëruse të raj për që ata. Nuk është diçka që të shion, që me thonë, me qef të vjen mall, ti hapë, din se në kara kres, po jo. Jo, kjo është... Unë kom shumë qef me pregadit. Sa me lupo me që pak? Në qofë se i qef ma pakuj, mund do të më bo edhe me luk. Mund do të më bo si puding, nashta? Po. Një farë mënyre? Mi thonë? Pak akullore. Pak akullore, bën edhe që ashto, si sos nashta. Ama esenca është për mjau, për shamu për fëmijët, është shumë e mirë, se mund është mjau më shef spanaqin, mjau më shef perimet e tjera që janë shumë të shneshme mi hungër pa i pregadit, pa i zi, pa i përgjit, pa i auku, pa të djera. Që si hupit lera të shtyse? Po. Po shtërëm? Kjo të shku shumë mirë, që tjetërën të asho. Shka po në thot, mirë është edhe kjo. Super, po zi. Qa shpëreti keni? Edhe shpëretin e kena shumë mirë, po qka i kena këtu? A këtu, a? Këtu i kena të komodites. Aha. Ja, shumë super. Shumë shpejt u zi. Në që ato. Tash po presim veç edhe pak të përgohen qëto, se sidomos karrota bit pak ma tepër. Po tjera të veç... Kushtrim qka e të bu që tash për veç serialit? Osa mirë? Po vazhdoj me konë me një pjesë e një shfaqës në teatrin kombëtar. Që 6 mujt e fundit mujt me thonë jom rikëthy prap në Artpolis. Me zona Ogja Krasniqin, po punoj. Kem disa shfaqës që kemi bo, prap jem të vazhdu me një shfaqë. Kam qeni angazhum aty dhe disa projekte tjera. Zona s'nalet. Zona nuk nalet. E përshëndesim shumë. Ka qeni periud që shkaku i angazhime dhe maja, s'ku mujtë mu aktivizu shumë aty, po aty këthena gjithmonë me qef se njësi shpijen tem. Po ashtu dhe teatrin kombëtar diku një vete gjysë se ma tepër, jam i angazhum aty, mirë për shkan, ndërko projekte tjera e në kështu vine shkojnë gjëra që s'flasën, që s'flitën, s'flasën. E kësisoj.
Po së sa mirë. Kemë edhe një biznis atje privat të familjes që mundona me menagju ka pak administrativisht, sepse nuk ma dënë fort kështu punën fizike. Punën fizike nuk ta dënë? Po, kryesisht... Kujt ja dënë punën fizike? Ka njerës që e shijojnë. Ka njerës që e shijojnë. Mirë, okej, muj me anal temperaturën të dyjave. Me anal krejt? Krejt, Nadia. Super. Besim, kanë temperaturën, pak shkojnë të më fërgu. Qysh për i do këtë? Mirë po duket. Deri që të rime për bullë dhe pullë. Kur po unala? Ja, me pas ditë, kisha me ndu diçka tjetër. Jo, s'ka lidhje, veç nuk po do këtë kur që për momentin. Pas ditë? Jo, po për e gare. Pa shteta pas ka bësoj që kemë. Jo, ne po të nguci po për e gare, po... Mos vetë që tash, që po do këtë... En, ku muj me i qitë këto. Po. Mjafton kjo? Po. Kur tha pisi ka porosit kushtrimi gjithë, tash është ka dënë me maru na i ravioli, anaj. Jo, ravioli me punë. Me maru na i pite me gjithë. Ravioli problem. A dënë me ujen? Bon. Ose jo, se s'ka nevoja. I qesim qështu. Qëtë pinon? Okej, faleminderit fis. Qëfar kontributi jep kë kur është puna për me hongë. A, po me ne të rigate, me të rigate. Ja do në edhe një piron tjetër? Jo. Asistoj mëre. Jo, me s'ka nevoj. Jo, me se lyp me hongër më shumë tana. Jo, ka vënu synin po shijet. Jo, ka vënu synin po pe i fillimit. Ketë musafir të ti sot kam pregadit pull. Po, Po gjatë ju ka thonë? Ju ka thonë. Okej, që kjo nuk na duhet. Po, ama. Kujdes se ujo është shumë nëzeta. Qka me bo tash se? Po dhe, që ato jam të pytu ne? Që është pështjelen të nëzeta tash? Okej, është shumë problem, po do t'ja bojmë. Do t'i bojmë të shusha? Okej, veç t'i pres pak me uftof. Ndërko që ne bisedojmë, si e një ajni mirë, si shkën, si kalon. Zurë dhe njëherë? Zuar. Me molla, në spanaci, me tana. Kushtrim? Pulja për mdo këtë uftof, gati e ki... Pulja uftofët në zehet, kjo qatë punë e ka. Mirë, okej, për largoj mas pari, që ta se nuk më vyllë ma. A dënë? Hajde, okej. Okej, pështum. A dënë një lukë ma letë për mi mush? Ska lidhja, edhe për unë nuk më pëngon. Unë i kom lanë pak trash, që është pak problem, edhe këto copat e vogla. Nashta nuk muj me i ba bash roll kështu, ama do të mundohem. Të shojmë qa po bojmë. Shumë mirë i ke bo. Ka ma me mgi. Ti e kinit mirë që nuk i këshyrë si të Ja, dim për bomje në sakë. Shpesh, thot, kejtë për një ven kanë më shku. Bash. Duhet një tavë. Një tavë, po, bën. Për fur? Bën një tavë. Po ta Se kim duhet me ishtë një pak në fur për me i skuq. Okej. Okej, kështu. Rrinë se ka qare. E të provin qëtu. Super. Jo, për mi përbohem, se të së përbohem rëllat. Tava, okej, kur të bohat gati? Gati është tava. Durat? Po, që vish të afteri një sekund. Po. A do me të një mu? Jo. Jo. Më një më në tavë me që. Tash. Më thënë, kjo shërben veç për me maj, deri sa Po. ta merë pjekje një atje ma mirë. Ha, kështu. A i këpusin qëto? Pak, a i këpusin? Jas, pëse nuk e zen atje? Nuk besoj që në zen. Po, konflikt që si në zen. Që. Okej. Që të shonë, në shta bojnë qëto. Ku ke pati me prej drulin me kërshë, më shoku jam. Nëse po mi prish ati pa kak... Ej! A përshë, jo që du prej mirë. Mirë. U bo dhe kjo. Hajde. Okej. Që tash i bo në shumë vokla, nuk dhja jenë t'ja mund të syrin. Oj, ta më për perimet? Perimet janë për dekora? A për mu? Po, si garnitur, që po i thojnë këta. Në restorantet e famshme. famshme. Në ti në 3 Okej, pak vaj.
vaj ulliri normal, ma i shnetshëm, edhe për skuqje pak. Ajo që më pëlqen është piperi i zi, byber që i thojmë na. Byber. Veç për në, qëllë që ata në ato? Qëllë ma. Falemderit shumë. Në asistaj. Në shka dhëmë kur me nalë dore. Bol, një aftan. Do me thonë të na mas nejë si pas shies. Shies, ku të në? Që kjo në fur? Kjo në fur. Sa prapësisht? Nuk e di, të të fillon me uskuq pak, se unë me minuta me kështu nuk jo. Vetamin, a? Po. Vetamin? Vetamin, do me thonë. E shkojnë basë në ngjyrës. Jënë do ushqime që shkojnë basë në ngjyrës. Ta shtë okej, a muj me dhonë pak temperaturë që saj? Po, që këni, ha? Se... Unë zej pak? Në unë zej pak, kur të hatë me konë pak ma e sheshme. Këto është, normalisht është mirë sa ma pak me i fërgu, për arsye se nëse fërgohen shumë i hupin këto vlerat ushqyse vitamina. Mu më pëlqen me i fërgu ma tepër se ma të buta, ma të sheshme. I hupin kretë vitamina, okej. Mos me me të santo. Qështu ko qefë dhe kjo se me bëmë kërsi pak në goj nuk... Ja, në varet cila perime, do kam qef me më kërsi në goj, do s'kam qef heq. Do s'kam qef mi po anë e heq, në mu do. Asë më musila, ne i pari. Kështu që po vazhdojnë presëm, a një pjat, a muj me pas një pjat? Po, pa tjetër. Pa tjetër. Ate ma që toane. E kemi zhyt pak. E qesem që këne është? Që këne e kima po. Ma stopës të përqi. Dikasteri i pastërtisë. Ok, këne e kemi zhyt. Kushtrim, a ja vlen me jetu për profesionit ajo? Qërë, ku shkon për vjetë? Ja vlen me jetu për profesionit. A të vetë unë e këto? Du mendimin e kushtimit me një dhe publiku? Unë do mendime i di? është profesion që duhem, edhe që kemi hargjuku e kemi studiue. Normal, ata që mendojnë me hy, sepse ata që jënë këtë punëve që dinë është shumë shtirë, për arsye se jo që ka shumë aktor, po ka pak punë. Do me thonë edhe shteti jo një famë shumë... Edhe që ato pak punë që janë nuk është që... Po normalisht, kur ka pak punë, ka ma shumë dallavere, sepse nga se cili mas që asaj punë, normal dallaveret janë ma të mëdhaja. Po investohet pak, po muj me janolë, ose krej. Duhet me punu shumë, duhet me kanë shumë i angazhum për me mujt me arrit një të ardhur mesatare. Po. Sa do pak me pas një komoditet në jetë, për flasë gjithmonë për këti profesioni. Kështu që nuk e di, kur kemi me umush men, nështë si shoqni me pa fuqine e kulturës e artit, u menoj që viti 2016 u konë një pasqyrë shumë e mirë, super vit për me pa njerës që me pa shëshëria, me pa spektri politik, këta që e dojnë shumë Kosovën dhe kanë hyrë në politikë për me ndihmu Kosovës. Për me pa sakt, nuk e di se qka dërë ma shumë ti ke qenë pjesë e filmit Shok. Unë menoj që ka qenë një investim minimal i Kosovës për me arrit që Kosova me konë vendi ma i kërkum në Google najherë mrena natës. Nuk ka mujtë me bo kërqynë, se kam bazë bombardimet e natës. Na që kemë përvoja me dalë jashtë pak me i pa i pyt, dikon ata nuk e di nësë po është Kosova. Qoftë dhe bombardimet e lufta e gjithë qka, do me thonë, nominimin o Oskare ka rrit hala ma shumë. E që ato klikimet për Kosovën s'kanë të pagume? Jo, nuk mund është me paguj qëfar dush kampanje që kanë provu edhe suksesin e Majlindës. Pa tjetër, aty do është me dalë me të sporti, se aty jemi konë edhe nështë edhe pak ma të sukses shumë, sepse e kemi kap kralicën, që të e kemi kap medaljen. Kështu që nuk e di që a e vynë shembuj ma të mirë këtyne njerëzve për me pa që duhet me investu shumë në sport e kulturë. Fuqia është zakonshme, është ajo që e bon me shkrije edhe dikush nëse ka ndajte urrejtje nacionaliste ose qka do diçka tjetër ose racore, ty kam me fillu më dash sepse jenë sport i mirë, jenë art i mirë. Mos të arrojnë me i përmen, nuk u konë ashta veç filmi Shok, u konë edhe disa këngëtare që i kemë na që zemra malë për botë, me qëtim të vijen njona mas tjetërës kënojnë me renë. Edhe një ditë mëra me përmen, ma më bërën që të pytje qka prej viti 2016 ose qka në vitin 2017 që kështë pas shef
Thash kisha pas qef me u përsërit disa gjana të vitit 2016. Definitivisht nështë ka me kalu një kohë për me i përsërit këto, me në ardha petë që ato ndjenja të mira, po... Jo, sa të kemi Majlindën, sa të kemi... Në sport pak ma ndryshë, sepse në këto garat që po përsëritin, apo kuptën, mujnë me maj trendin, po në artë është pak ma shtira. Muzika, ata mundën me përcjell, do mënë si Dua Lipa, si Rita Ora, si Era Istrefi, Bebe Regja. Mirë po... Ish dhash zoti që të kemi film konkurent, po është shumë problem. është shumë problem, edhe vendet do më thonë që e kanë fitu si filmi huj, në kategorinë filmi huj, ajo ka përsërit më në herë gjatë historisë të mine ajo. Na kemi pas një moment shumë mirë, po shpresoj sepse ma herët na kem punu pa ditë se ka jem të shku. Po. S'po di që me thonë, si kur me nga, por nuk din në s'ki krasim, kur nuk e dina deli pari aje i fundit a ku je. S'kemi mujtë me hy asë nga, se kemi ditë sa shpejt jem të vrapu. Kështu që kove të fundit do më thonë, sidomos viti 2016 na ka përcjell për me pa sa do ku do vetën. Edhe unë po shpresoj që në tarë nuk kemi me punu me Hilon Zora hala ma tepër. Na ka rry politika me u bo të mirë me të shëndru në kam tona vetë. Edhe po menoj që kur të vjen edhe për kraj, aty na kena me pasë edhe shumë ma letë. Bilet pak të mos me menu këtë anën financiare, po me i gra punës edhe me promovu venit. A ishe bo politikan? Më shkon menja shumë shpesh. A e vlenë që na me të shëndru të rehekun. Po anën tjetër o kur e menoj, ku ta dishbe, na shta bosh si ta havdit nga këmjes, nuk javdim halin as atyne, edhe me ime u bo pjesë e tyne ma mirë po rritë shtu ku është. Nuk e di sa më shkon me hynë politik. është kontributi madhë, unë menoj me hek dorë për një diçkafit që nuk të shkon. Po lakmia madhe është ka njëherë ta humë të ruan që dhe Shakespeare-i, edhe nuk e di, prap po preferoj me metë këtu ku jam. Në një profesion të cilin e kom dasht, jom shkollu, jom diplomu, edhe po vazhdoj me punu edhe me majt vetin, do me thonë, me pas një sukses sa do ku do me thonë prej që saj. Po konsideroj ka njerë që është punë e jam ja, është profesioni jam, shkaku që nuk lodhë në anto, fisi e din, na mu ka njerë zgjatin gjirimit, ka pas raste dhe dherin 48 orë, pa undalë heq, nuk të lodhë. E unë menoj që profesioni jëtë është ajtë që nuk të lodhë. Nuk një është në punë. Nuk një është në punë. Kjo. Ka imi me bullë? Pula në furë. Ka plumë të fuqë? Ka nevoj hala. Ka edhe të. Ka nevoj hala. E kësisaj. Shtu që shojë me bojmë tuti. Cili rol të ka pëlqy kështu mas shumë të në karierë, ose që... I jemi? Po, që të kalon për shtypje, ose që e kima për zemër? Nuk e di, shpesh mu ka bo kjo pyetje, për një me nuk e di. Nuk muj me thonë kjo ose kjo është... Si aktor, zakonisht dhe së mund është mi ndarë, unë për vete së muj mi ndarë. Është problem, se edhe kjo pyetja që të bëhet ma mirë që vetë ka pru ma shumë të pare, pra? Po, normal, Raman Havolli. Jo, jam ka në disa projekte që unë për një me jom një shumë mirë. Për një me jom një shumë mirë, ma ere të përmen Art Polisin. Du me përmen fermën e kafshëve në teatrin kombëtar. Është një projekt që kom kalu jashtëzakonisht mirë. Pas që kom kalu jashtëzakonisht mirë, e mira ati projekti u konë që unë edhe kom mësu. Do po thonë një farë forme e kom marrë, një farë diplomet të qati zhandrit të teatrit që bëhat, nëse muj me e qujt. Ajo ku kom kalu shumë mirë, një projekt tjetër u konë në Muret e Padukshme, Invisible Walls, me teatrin Oda që në bashkëpunim me Culture for All që e ka financu në Holland, Ali Salmini, koreograf nga Franca, një regjisor nga Britania e Madhe, prej Londrës. E do me thonë, jënë kombinu këta, ne kemi pas një projekt që ka zgjatë dikun ma tepër se 2 vjetë gati 3, që kemi marrë pjesë në festivalet më të mëdha të teatrit publik në Holland, edhe të teatrit të festivalit më të madh të artit në Skoci, Fridge Edinburgh. Është një projekt që për me unë kom pas fatin edhe falenderoj shumë teatrin Oda edhe Florentin edhe Lirakun që kom pas mundësi me kanë pjesë ati projekti. Se kemi mësu shumë. Këto janë këtë pjesë që mundën me u kyqë në shfaqje, si koreografia, si këndimi, që edhe plotsojnë. Edhe ti e shet që është një fush ku mund është me dalë pak edhe prej teatrit klasik,
Mos me marrë veç me mësu tekst dhe me dalë mu drejtu atje, me thonë, po mu është me bërë diçka tjetër edhe të bënë me uni shumë mirë. Jo në domethënë kryesisht po i përmeni projekte ma kryesore. Po që ka qenë projekti mirë që unë e kom mësu shumë është një shfaqje që e kemi realizu në Gilan. është një shfaqje e Bertolt Brechtit, fundi i lojës, cilin e kemi bërë në teatrin e Gilanit, me regji të Bashkim Ramadanit, një djaliri i moshës teme, që kemi marrë me provu diçka me bo vetë. Djalirit, ja? Unë e djaliri. Edhe single, bile. Edhe single. Ajo është realizu në 2013, një më konë 29 vjetë, 28 bile, po konsideroj relativisht i ri. Për mi 25 vjetë nuk konsiderohesh ma i ri, po ka qenë diçka një fushë që unë nuk i kisha provu, fes. është teatri absurdit, drama absurdit. Kur e merë e lezon për herë të parë, bashkë nuk din ka me e majtë. Qa që është, po e shë me proces, me prova, edhe është diçka që ty të sfidon, mas në e qëtin me ullumtu, ka pak e me dalë dika tjetër, edhe ka dalë një shfaqje jashtë zakonisht e mirë. Edhe ajo ka qenë një loj diplome e vogël për më. Qa kem 3. Kem diçka nga stuqja pullës? A du të hala? Jo, më përmenoj që është mirë. Vesh një diçka që këshë mujtë me... Allah jera e mirë, Vivian. Për pak mësë me thonë atë fjallë. Ska ka shkon. A marëm edhe paloma në shta bënë qëtu? Jo, së... Amazon. Okej. Okej, kujdes, pis. Kujdes. Gjatë, ja? Nuk ka vesh zhurë më të mirë se që kjo. Unë nuk umnia, vëdim. Jo në do marak në zhurmat formulave, të aeroplana, muzikë klasike, jo. Kjo është muzikë klasike. Kjo është Mozart. Beethoveni, apo Mozart? Kur e këfen që shdo, kjo është Mozart. Hajde. Okej, s'pëna i shkrinë të, jo. Ja. Kështu, pjesa numër 1. Për fisnikun? Për fisnikun. Pjesa numër 2? Pjesa numër 2. Për fisnikun? Prapë. Dhe shkoj me pjesën numër 3 për fisnikun kësaj radhe. 1, 2, 3. Okej, kështu. Ma të lërgajsa? Kjo shkopi po nga të regon pak që e kemi të pru. Jo. Me skuqja? Po. Jo, s'besaj. Në ashta ka qenë edhe temperatura manalt aty e ka ka. Okej, e lom që shtu. Ashtë perimet i kja? Ashtë perimet. Okej, po është dhe i prap me qëto. Fantazi. Une, për shkak të parametrave fizik, jom një adhuru si sasis. Edhe kështu që po i qes pak ma shumë. Ves lumë dora, Allah. Kjo është, atash mos të theprojmë se është mirë me lanë gjithmonë pak se... Të me thonë që to mua? Po, falimderit. Veç kujdes. Falimderit. Që bi verzi këki? Me shumë të mira. Kjo mundët me shku mas një supë të mirë me brokoli. Që ta shë këthejmë brokoli? Masë domate, po mas një supë të mirë, po thamë. Unë falë. Edhe mas i të konsumohet, i lirisht i gatë shumë me dalë në klab natës. Me piteri me gjesë. Nuk mundon lukëthi. Edhe gjithë shka mirë. Po menoj kjo është diçka që mu më ka parcilë që tonë vitin nuk ka shiu gjithë. Mirë po do këtë me nësë përpres me përfundu në bisedën këto. Mu në shlirisht. Edhe po qitë ta mangë që është duha. Mu po më do këtë që përveç bisedës që keni me përfundu edhe qato pula që atë që kanë betë. Po pa tjetër, nuk do të shkojnë poshtë, më stani. Të pa të bu. E për me shëshëru kështu me pije diçka, unë zakonisht shkoj me ujë të me një verë të bardhë, kështu. Po, verë të bardhë, është shardone. Zhampull të mondo. E ti? E di unë me qa shkoj. Nësës. E kësisoj, po. Falënderit shumë për specialitetin. Mu së kam pritë në hongër, se edhe unë gjëm pak më qëllu unë. Se haqa, për një që një vjetë po do të ka hongër të si. Më qëllu unë që të ditë. Falënderit që gjithë e ku, falënderit për muhabetin këtë që bom. Jo është knaqësi gjithmonë me konë me ty, sidomos kur kemë bëjmë këtë dikasteri në kuzhinës. Jo, mi lumë tërë me të taku gjithmonë. Që dita që si ke thonë me ta përgadit në i lepër anë i.
Na e leje për nga kametit në seriale. Mos të jarëgjojnë, se i kemë. Dhe i fund sezonës. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve. Shkof puna marë, shëndeti mas marë në familje, gjitha të Faleminderit shumë. Suksese për këtë vit të ri. Edhe për juve gjithashtu. Për mu ke kënaqësi me konë, unë nuk jam kuzhinjer edhe përbësoj që nështë ta dikush nuk ka prit me bo diçka shumë të veçantë dekorative që me ju lonë pa me, sepse nuk di me bo, s'kam nevoj me rajt. Kjo është diçka shumë e zakonshme për mu e që më përcjell çdo ditë edhe po ta qef në nda me juve. Mirë, tash do ta provojmë, unë e kam një dhuratë për ty prej. Faleminderit shumë. Kur të bëhen bajhat pulat, kem pulat të shtypura. Të shtypura? O të pëllume të Meka Food. Shumë faleminderit. Sponsorit tonë cilën e kemi. Shumë faleminderit. Edhe të bofshi mirë. Mirë shumë, po mënoj është mirë, sa ma shumë mirë që keni marrë prodhime vendore dhe kam pranu edhe ata me konë pjesë. Të dyshë prodhime fantastike, Jo, shumë mira. Po i një afërsisht, do të thonë diçka që një industri që një punojnë shumë, po i promovoj edhe unë po flas disa fjalë të mira për ta, sepse është mirë sa ma shumë na me konsumu prodhime vendore, të përpunume ose të pa përpunume, për arsye se është e jona. Që është shumë mirë, është e jona. Edhe i ndihmojmë edhe ka shumë vena për ndëgjej që jo s'ka kualitet, po jo ka kualitet edhe duhet me i provu, mi avdojnë rastin me i provu. Unë për veti thash... Duhet me i pranu pak, me i konsumu pak, nështë ta ka njerë pak me zërë, po menej që s'kem nevoj me zërë, po me shumë qef me i bo. Pa tjetër. Kështu që mirë. Shtrim falenderit shumë. Shtrim falenderit shumë. Ndërsa ne? Për kërë më shpejt. A ju mund shumë? Para se me përfundu emision për këtë javë, falenderojmë sponsorët tonë Ducato di Mantova, Meka Food. Qka? Komodita. Po. Shqimi jo me në ashme dhe ju dhurojnë gjitha të mirat. Ky emision u mundësua nga